Një aksident i rënd automobilistik u regjistrua në aksin rrugor Elbasan Librazh pranë fshatit Zibrak. 2 makina u përplasën me njëra tjetrën. Si pasojë e aksidentit humbi jetën një 33 vjeçar kinez, që ishte drejtuesi njërit prej automjeteve dhe mbetën të plagosur 4 persona të tjerë, të cilët u ndodhen në spital dhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Në vendngjarje shkuan 3 autoambulanca, 2 mjetet shërbimit zjarfikës, që kanë bërë të mundur nxjerrjen e të plagosurve nga automjetet dhe transportimin e tyre në spital, ndërkohë në vendin e ngjarjes ka shkuar edhe policia, e cila nisi punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Paraprakisht dyshohet se shkaki i aksidentit të ketë qenë një parakalim i gabuar, që ka kryer në kthes shtetasi kinez, i cili humbi jetën. Si pasojë e aksidentit në rrugë në aksin Elbasan Librazh u krijua trafik i dendur. Ky është aksidenti i tretë në pak ditë në Elbasan me humbjen e 3 jetëve njerëzore.